punosh me gra, sigurisht që duhet jetë përveç se një punë e bukur edhe fisnike, edhe një mision, besoj. Pse nuk i thatë jo zonjës Nikola, apo është e pamundur për t'i thënë jo një ideje të tillë? Përveç se është e pamundur për t'i thënë jo zonjës Flora, sepse ajo ka një pasion shumë të madh për punën që bën, edhe padyshim kur bashkohen të dy pasionet, siç edhe unë bëj punën që bëj sot në estetik apo në mjekësi estetike me shumë pasion, padyshim, por ajo ka një shpirt të shkëlqyer. Unë nuk gjej dot fjalë ta përshkruaj me sa emocion, me sa profesionalizëm ajo kryen punën e saj. E njoh prej pak kohësh, por mendoj që po mësoj dita ditës shumë nga profesionalizmi i saj dhe nga pasioni që ajo ka. Do të thënë, një dëshirë e madhe për të kryer një event me net pa gjumë, me orë të gjata, duke mos parë absolutisht asgjë për ta çuar përpara këtë mision dhe duke mos pasur as mbështetje. Dhe kjo ishte ajo që mua që në momentin e parë që ajo kishte një ide të këtij niveli, isha patjetër që po për ta mbështetur dhe për ta çuar përpara, sepse unë e besoj dhe ne duhet promovojmë femrat shqiptare. Mendoj që ka shumë femra që nuk dalin në pa dhe nuk promovohen, po bëjmë punë shumë të palodhur çdo ditë në profesionet e tyre.